Alhamdulillahi ala ihsani, wa shukru lahu ala tawfiki wa amtinani, wa usalli wa usallimu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrojmë Allahun, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Të dashur besimtar, është pyetur pejgamberi alayhi salatu wassalam, meta saa, pra nga meleku Gjibril, se kur është dita e gjykimit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Mel mas'ulu anha a'lamu min as-sa'il", pra i pyeturi dhe pyetësi janë barabartë. Kur do të ndodhë dita e gjykimit askush nuk e din. Por se kur do ndodhin shenjat, atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë hadithi ka përmendur dy. E ka përmendur kur ata njerëz të cilët janë të varfër, këmbëzbathur, shkretëtir, pas një kohë të shkurtër garojnë se kush prej tyre do t'i bën ndërtesat më të mëdha. Dhe sigurisht se kjo është një pishenje vetëm se e shohim dhe është e dëshmuar pra në kohën e të cilën jetojmë. Po ashtu antali del amatu rabbataha, një pishenje e kiametit është kur robresha e lind zonjën e saj. Dietarët e komentojnë, një prej komenteve më të fuqishme është se do të vjen një zaman, një kohë ku nuk do të respektohen prindrit, në veçanti nana, saqë vajza do të jetë si zonë, ndërsa nëna do të jetë si robresh. Dhe sigurisht se jetojmë në kohën e shfaqjes së mos respektimit të prindërve. Prej shenjave të kiametit është shfaqja në lumin e Ufrat, një mal apo një kodër me ari, saqë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, pra 99 do të vdesin, një do të shpëton, aq shumë do të garojnë, do të luftojnë për këtë pasuri. Pra një kodër me ari, pra veç se është afru kiameti. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka paralajmëruar muslimanët që mos të fokusohen, mos të afrohen këtë fitne, sepse është afruar kiameti. Pra aq është lakmia e madhe njerëzve. Nga 100, një shpëton, 99 vdesin dhe njerëzit shpresojnë të jenë në mesin atij që shpëton. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna min amarati as-sa'a", nga shenjat e kiametit është an yudhhar mautul faj'a, shfaqja e vdekjes së papritur. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka më ndodhur kiameti derisa të shfaqet një vdekje papritur. Pra dhe sigurisht ne jetojmë kohën kur krejtësisht jetojmë me njerëz, tarkojmë, ushqehemi, jetojmë, qeshemi, festojmë dhe në fund pas një kohe e marrim lajmin për vdekjen e tij apo të saj. Dhe kjo është sigurisht ajo çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar. Nga shenjat e kiametit është shfaqja e tregimeve të rrejshme, mos konfirmimi i argumenteve, i haditheve. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e përmend Imam Muslimi, se yakunu fi akhir zaman, do të vi akhir zaman, fundi i dunjas, dajjalun kadhabun, që do të ketë përgënjështrus. Pra dajjalun, përngjasojnë dëgjallit madh, që do të vi shenja prej shenjave të mëdha të kiametit. Pra ata yatikum bil ahadith, ata do t'ju sjellin hadithe ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, hadithe që as keni dëgjuar ju, as baballarët e juaj. Pra shpifin për fenë Allahut azza wa jalla. Nuk ka krim më të madh se sa në hutbë më u ligjëru diçka që nuk i përkon Islamit. Nuk ka krim më të madh se sa më u thon diçka që është halal e bëjmë haram. Nuk ka përgjegjësi më të madhe se sa me qenë me marr përgjegjësinë më u shpjegoj njerëzve çka është e lejuar, çka është e ndaluar. Prandaj jetojmë kohën e çuditërave, jetojmë kohën kur dëgjojmë gjëra të rrejshme, të shpifura për pejgamberin alayhi salatu wassalam, bile madje mund të dëgjojmë edhe duke çajtur ligjërata nga hadithe që janë as nuk kanë referencë dhe janë krejtësisht të pabaza. Prandaj, një prej shenjave të kiametit po ashtu është njërfa al-ilm, kur të humbet dituria, pra shfaqet ignoranca. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, min ashrati as-sa'a, prej shenjave të kiametit është an yuqilla al-ilm, kur të paksohet dija. Për çfarë dije bëhet fjalë? Për dije me mungesa, ku njeriu nuk ka njohuria, është hadithi sahih apo është hadithi i dob, ku nuk ka njeriu njohuri mbi tauhidin, mbi shirkun, mbi veprat që çojnë drejt shirkut, mbi xhenetin, mbi xhehenamin, mbi gjërat që nxjerrin njeriu prej feje, mbi gjërat që nuk e nxjerrin njeriu prej feje,
bi bidatin, bi sunetin. Kjo është pra dituria me të cilin robi e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Wa yudhhar al-jahl, po ashtu ka thënë për shenjat e Kiametit, shfaqja e ignorancës, shfaqja e paditurisë. Wa yudhhar az-zina, shfaqja e moraliteti, wa yaqil ar-rijal, edhe paksohen burrat, kanë këtë hadith, hatta yakuna li 50 imra'atun al-qayyim al-wahid, sa që përmend Buhari dhe Muslim. Pra aq do të vjen një kohë që do të shpeshtohen, do të shumohen femrat dhe do të paksohen burrat, sa që një burr do të jetë përgjegjës për 50 gra, pra përgjegjës që t'ju ushqej ato, pra të përkujdeset për veshmbathjen e tyre. E dietarët aludojnë që ky ajet ose ky hadith ose mund të jetë si rezultat që do të lindin më shumë femra, por mund të jetë edhe sinjal që do të ndodhin luftra të mëdha dhe burrat vdesin në betejë. Po ashtu, prej shenjave të Kiametit është, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk do të ndodhë Kiameti derisa nga dishulli arabik që është shkretetir do të rikthehet në lumen dhe toka pjellore. Imam el-Fauzan rahimahullah thot, do të rikthehen, kjo aludon që nga dishulli arabik kaluarën shkretetirat kanë qenë tokë pjellore, kanë qenë lumej, mirë po do të rikthehen dhe sigurisht se ne jetojmë kohën e shenjave të këtyre lajmeve që ne ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po ashtu në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam në Yemen ka qenë një shirk i madh, një vend që është bë tavaf rreth tij, që është Dhil Khalsa, dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka njoftuar që la taqumu as-sa'a hatta tattariba ilyatu nisa'i Dausin ala Dhil Khalsa. Nuk do të ndodhë Kiameti derisa pra ky vend do të rikthehet prap shirk, do të bëhet vend rreth rrotullim tavaf, edhe gratë e Dausit do të shkojnë dhe do të shtyhen pra duke i bërë tavaf. Sigurisht se kjo është një sinjal që do të rikthehet shirku, dhe kjo është një frikë që duhet i kaploj besimtarët, sepse shirku njerëzit i nxjerr prej feje. Po ashtu prej shenjave të Kiametit është shfaqja e tërmeteve të shumta. Andaj robët e Allahut, të gjitha këto që përmendim dhe shumë tjera argumente që flasin për shenjat e Kiametit janë dëshmia më e madhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut për mbar njerëzimin. Dhe të gjitha këto janë sinjal i përgatitjes, i tajdidul iman, me shtu imanin, sepse nuk ka gjë më të rëndësishme. Allahumma zidni ilma wa qul rabbi zidni ilma, o Zoti im. Pra pejgamberi alayhis salatu wasallam nuk i është kërkuar me lut diçka më shtu më shumë përveç se diturisë. Pra njeriu mund t'i shtohet pasuria, mund t'i shtohet ymri, mund t'i shtohet pushteti, gjërat e kësaj dunjaje, mirë po pak kanë vlerën krahasim me atë çka robi duhet ta kërkoj. Wa qul rabbi zidni ilman, dhe thua jo Zoti im, ma shto diturinë, sepse me diturit je eviton ignorancën, e kupton të lejuar nga ndaluara. Me diturit je arrin familje të shëndosh, me diturit je arrin lumturinë, i zgjidh problemet, me diturit je arrin kënaqësinë edhe në varr, edhe në ringjallje, edhe në ditën e gjykimit, dhe fiton xhenetin e begatshëm të Allahut subhanahu wa taala, dhe largon veten apo largon njeriu nga rruga e zjarrit.